Pyetja është, a janë tjetër shqiptarë? Ne nuk është se jemi në moshën e majmunit dhe një pyetje tjetër. Pra ka fenomene nga më ndryshmet. Ajo që më vjen keq, dhe unë këtu nuk e nxis në fakt si formë, më vjen keq që ajo para të paktën të ishte kanalizuar për të bërë këto investime, se edhe të shkosh tek industria lehtë, tu ta nisësh me i punishte. Pra sigur këto parat ishin kanalizuar në drejtim të caktuar, të linin vlerë të shtuar. Unë kam më gul sa ka një ekonomi apo agjendet ekonomike të një sektori të caktuar nuk lën vlerë të shtuar këtu, pra që të ngelet kapitali, të vi. Është si puna e dhjamit dhe kapitalit, duhet të shtresëzohet, të mlidhet, nuk që bëhet i fuqishëm. Sa kohë nuk lëm vlerë të shtuar, nuk mund të kemi kapital për të zgjeruar, për diversifikuar, për të shtuar vende pune me radhë dhe kthehemi ekonomisë spontanesh. Para siç vinë, konsumojnë domaten greke, ne ç'a bëjmë? Fuqizojmë biznesin grek. Blen mollën maqedon, se fuqizojmë në Shqipëri. 30% të importeve të perimeve vinin nga Gjermania. Nuk vjen as në një vend mesdhetar. Absolutisht. Dhe janë më shtrenjtë këtu. Kjo është për ta rënë keq. Besoj gjithë kemi bredhur në rajon. Unë para disa vitesh ishim në afër në Greqi, Korfuz. Dhe me bashkëshorten hynë në markete, ajo merret me shpenzime ditore dhe thoshte është tmeshme, e njëjta kafe, mos them markën, ato kafe që konsumon në shtëpi, e njëjta kafe ishte të paktën 3-4 euro më lirë në Greqi, që është vendi Bashkimin Evropian, se sa që kemi 108% në raport me Bashkimin Evropian, çmimet e ushqimeve dhe argjendën 60%. Produktet e shportit dhe përqindja që secili buxhet familjar harxhon për shportën, shumë më madhe se Bashkimi Evropian. Kjo vështirëson, kjo e bën të varë nga komo të varfër. Dhe për këtë kriza aktuale, dhe kjo është policia në raport fëmijës para ca ditësh, absolutisht drastike. Çfarë ndodhi? Pra gjithë ky debat, gjithë përplasje titanësh dua ta quajmë për shkak të poleve gjeopolitike që po krijohen të reja që po krijohen. Kemi një shkëputje të Amerikës për herë të parë nga Bashkimi Evropian, pra një farë mosmarrëveshje. Kemi Rusinë atje që bën alianca fshehura me Kinën, po në anën tjetër po përfiton shumë nga kriza. Kemi Indinë që s'di nga atë maj nga kapitali tregtar që po ikën nga Kina deri në Indis, apo përfitoi si broker mes Rusisë dhe Perëndimit. Pra, gjitha këto çfarë do ndodhin, çfarë do bëjnë? Do bëjnë që të kemi një ndarje akoma më shumë, një polarizim akoma më shumë të kapitalit që qarkullon për botë. Për shembull, kriza e burimeve energjetike, pra ajo ngushtimi që ndodh në ngushticën e Hormuzit, do kostojë jashtëmase shumë në vende varfra. Sepse i pasuri edhe duke u rritshëm edhe po shkoj çmimi i naftës 5 euro, do ta reduktoj konsumin, por gjithsesi e ka luksin ta blej. Ndërkohë një vend afrikan nuk e blen dot. Thjesht do ngelet pa. Në Shqipëri, se njerëzit thonë se çmimi i domates. Nuk e kuptojnë që vjen nuk e kuptojnë që vjen nga importi, pjesa më e madhe. Apo plastika që vjen në produktin e naftës. Apo fertilizer, këta plerat kimike që vinë në pjesën më të madhe nga zona e gjirit persik, sepse aty është petrokimia, që nuk jam kimist, po bazën kryesore kanë gazin edhe. Kështu që të gjithë këto komponentë çfarë po bëjnë, po e përkeqëson akoma. E filluam me Covidin, jo se s'ka pasa, duhet të kuptojmë që po shohim historinë e zhvillimit ekonomik botror, ka cikle ekonomike, në çdo 20 vjet ka cikle, ka kriza, pra dhe ekonomia ripërsërit vetveten, rigjen vetveten, rilind vetveten, por le të shpresojmë që diplomacia do gjejë rrugët e duhura që ta amortizojë sa më shpejt këtë goditje që i dha sistemi sigurisht, sistem ndërkombëtar. Nuk është se është një luftë mes Pakistanit dhe Afganistanit, dhe prek vetëm dy popullatat e këtyre vendeve. Është një luftë që prek lëndët e para kryesore dhe pastaj kalon deri tek individi. Ne filluam me Covidin, i cili ishte një miel me zezë, se quhen Nassim Talebi. Pra një gjë që vjen jashtë logjikës së tregut, e papritur dhe të bllokon gjithë tregun. Kaluam tek lufta në Ukrainë, sot jemi tek lufta në Iran, dhe të gjitha këto komponentë, pra duke filluar që nga 2019 Europa, bota nuk ka pas paqe, dhe sa kohë nuk ka paqe politike dhe luftarake, edhe ekonomia vetë përkeqësohet. Prandaj edhe unë i kam ato shpresat të vakta, me thënë drejtën, shto pastaj edhe këtë situatën lokale tonë që kemi probleme gjeopolitike. Qënë se parim në fund të emisionit, një gjë që në lidhje me atë që ju thatë, që na shqetëson apo që e shohim të ndodhi rëndom në botë, është në Shqipëri mungesë strategjive afatgjata. Për shembull, në Norvegji, në vitet 70, ata zbulojnë që kishin naftë dhe bën atë për të shmangur mallkimin e naftës, që ka ndodhur me shumë vende që ka prodhuar regjime kleptokratike, tiranikale e tjera me radhë. Ata ndërtuan një fond soveran, i cili sot ka 2 trilion euro apo dollar, ka 1.5% në kompanitë më të mëdha të botës, pra 1.5% të ekonomisë botës, dhe nëse nafta do zgjasë dhe 40-50 vjet në Norvegji, ata kanë diversifikuar aq shumë duke investuar në mënyrë të mençur sa çdo norvegjez sot ka $320,000 në xhep nga shteti. Kemi rastet Arabia Saudite, kishte ndërtuar që në vitet 80 një gazsjellës,
i cili naftësjellës i cili anashkalon ngushticën e Gurmuzit, nëse kjo do bllokojë. Pra kjo është vizioni që kanë shtetet. Shtetet. Estonia, nga kushurimi i varfër i vendeve balltike, Lituanisë dhe Letonisë, u kthye në vendin kryesor në Europë dhe ka bërë të mundit të dalë Skype, Bolti, kompanitë të mëdha. Një startupet, digitalizimin. Ata investojnë shumë në arsim, Tiger Lipin. Ke Taiwanin, Singaporin, ke shembull patjetër pra që fokusohen shumë mirë me që morët dhe vendet vogla. Pra pse domethënë në këto momente nëse ju do ishit konsulent i qeverisë shqiptare, duke ditur që bota ka hyrë në një epokë krizash ndoshta ciklike. Çfarë do këshilloni? Kush do ishte strategjia e duhur për të diversifikuar riskun dhe për të... Atëherë, ashtu siç e tham, ne ndoshta jemi vend i vogël, nuk kemi kapitalet, jemi shumë vonë, kemi humbur trendin e industrive të mëdha, ndoshta do na mjaftonte industria e lehtë që t'i shërbente një sektori, se ka industri të lehtë, po industria e lehtë që t'i shërbente të paktën agroindustrisë, pra agrobiznesit dhe sektor bujqësor i cili ka një peshë specifike të mirë. Mund të fokusohemi tek shërbimet, por shërbimet me jo domosdoshmëri shërbimet e turizmit, por shërbimet e digitalizimit, e-commerce, pra tregtia online, shërbimet IT, programimi, që po shfrytëzohen, për vërtet ne kemi goxha eksport në këtë drejtim, pra njerëz që paguan nga kompanitë huaja shërbejnë për to, sepse janë më të lirë se sa një programues në Amerikë apo në Gjermani. Dhe këtu mund të ekspozoheshim dhe të përpiqeshim të ishim të paktën atraktiv në këtë drejtim. Të japim prioritet digitalizimit. Unë vërej që biznesi shqiptar shumë vonë edhe në këtë drejtim, pra do të thoja e them me jo me mburrje që nganjëherë qeveria ndoshta ka qenë shumë më përpara digitalizimit të shërbimeve financiare, të shërbimeve publike krahasuar me biznesin që asnjë website të thjeshtë nuk ka investuar dhe kjo është për keq. Pavarësisht pastaj se qeveria nuk u tregua kujdesshme me cyber security, pra që të mbronte, po ama tendenca dhe vullneti në drejtim të digitalizimit shërbimeve publike ishte për tu përqafuar. Ky është debat tjetër pastaj. Ky është abuzimi që bën qeveria, pushteti me patronazhistët apo me kujtim për efekt bote. Unë kam të digitalizojmë shërbime. Pra ndoshta duhet ishte treguar shumë më kujdesshëm me cyber security, me sigurinë kibernetike që është një problem jo në Shqipëri, por në botën. Por ama kanë bërë hapa përpara për të digitalizuar shërbimin. Ndërkohë që biznesi privat në Shqipëri është lë për dëshiruar, përveç korporata ndaja, deri ku dhe bankat. Pjesa tjetër e digitalizimit të shërbimeve është për të lënë për të venduar në kokë. Për shembull, të tregoj një të fundit, Pakistani, që na duket një vend totalisht i marginalizuar me probleme luftrash, me probleme etnike për vitesh, edhe pse është i fuqishëm si shtet, është nga shtetet me fuqi bërthamore, mos jam gabim, është brillant në ofrimin e shërbimeve e-commerce. Pra janë broker, janë ndërmjetës. Pra i përdorin telefonat, i përdorin ato pak asete mundësi financiare që kanë, dhe çfarë bëjnë? Shërbejnë për të përputhur kërkesë oferte me dy vende ndryshme. Për shembull, fjala bie, ti blen diçka blen një kabull celulari ose iPhone-i ose ku diun një laptopi online, ti mendon se e ke ble seller shitsi është në Gjermani, ndërkohë që kur shef pagesën, pra nëse ti ndjek pagesën se ku shkojnë parat shkojnë në një kompani që është në Pakistan, sepse ai Pakistani ka gjetë, ka mbledh në një platformë dhe i ka bërë gjitha bashkë. Pra do të them që varet se ku do të fokusohet dhe në kushtet e një shteti të vogël, që Shqipëria, në kushtet e një vonese, po them 35 vjeçare, në kushtet e një zhvillimi totalisht amorfe, ne ekonomia shqiptare është zhvilluar në mënyrë amorfe, pa një strategji të mirëfillt. Ne kemi pas strategjitë e momentit dhe ajo që është e keqe që kjo është tipike ndoshta shqiptare.